Altin Guxhaj sapo është liruar, nëse s'gaboj është liruar mbron prej policisë, ka qenë arrestuar në Shqipëri, e sonte e kemi lidhje direkte. A bën? Ta ftoj? Po, patjetër. Me neve sonte është edhe avokati Altin Guxhaj që thash edhe më herët, dje nëse s'gaboj ka qenë i arrestuar, por edhe i liruar më njëherë. Altin, faleminderit shumë që pranove intervistën nga Tirana, ekskluzivisht për neve në emisionin Këshia Show. Të di që për mushkën e si veçanë, gjithmonë të jemi ftuar jetë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po çfarë ndodhi dje në fakt? Pse të arrestuan? Për me pjesë të makinës Niko Pedeshit. Ja nuk të dëgjova, pse të arrestua thash? Po pra, se gjuata me pjesë makinës Niko Pedeshit. Por so ke qëndru në polici në fakt? Në limitët e kohës 5 orë. 5 orë, çfarë të pyetën atje, çfarë të ndodhi, na po shkruaj pak situatën. Aty kishte situatë shumë interesante, se fillimisht do të tregoj historinë e pjeshtë. Kur unë pash që policia po bëj gati për të provokuar zullë ndaj protestuesve, u zhvendosën brapa policisë, sepse kuptova që ata po hapin një korridor për të kaluar makinat e minjve të parlamentit, domethënë deputetëve, se ishin fshehur si mirë, dorën nga prima e mirë. Dhe kishin frikë nishin normalisht, sepse qytetarët tashmë i ka shënjestruar me vezë, me pjeshka, me katërvesa, me domate, me të gjithë koloritin e filaperindën. Dhe koncepti ishte që u dokumentuar të gjithë ngjarjen nga një pamje kretere, se të shë në prokurori. Sot? Po? Dhe aty unë filmova skenat e si po përgatiteshin, shumë kohë përpara se fillonte zona e provokuar, si po bënin gati armët për goditur protestuesit me bomba gazi, të cilat ishin një gaz shumë i rëndë që më shumë plagosë si policë të protestues. Ishin dhe pa maskat e nevojshme. Që do thotë, kjo është një shkeli rëndë nga me policisë shqiptare. Dhe në momentin që po filmoja, 2 herë një oficer i policisë kërkonte që të neutralizonin personin tim në pozicionin që isha mbrapa. Dhe u largohesha, afrohesha. Dhe se në një moment u ula se po prisa që të marronin punë, që të kalonin makinat dhe të shohesha dhe të përbalesha dhe të bllokuar rrugën, se aq kisha mundësi të bëj. Në atë moment kur u ula, pash po shtohet një pjesë që më kishte sjellë Zoti aty. Pikërisht po t'i gjuajtur makinës Niko Pedeshit. Dhe pastaj më arrestoi policia. Për të isha bërë gati. Dhe mund ta them me këtë dorë që isha në pozicionin një peshkatari që ka dalë gjuaj peshk dhe kapa peshkun që duhesh. Mbasi më arrestuan, më çuan në rajon bashkë me shumë të tjerë. Ku unë pash disa skena pra në parlamentit ku na grumbulluan, ku një polis po torturonte një protestues, duke shërbuar sa më fort prangat, po? Po. Ndërkohë që unë u konfrontova me policin me që kisha duart e lidhura dhe kërkova provë të që ta zvendonin sepse ti po sille keq me një protestues që isha dëshmitar, dhe kishte dëshmitar të tjerë. Dhe kur ky u gris me mua në polici, unë thash sa fjalë të mira në ato që thuat ju raste, por policia e zvendosoi atë person me një person tjetër më normal. Dhe pastaj u bë makinë e policisë. Më pas na çuan stacionin e policisë numër 3 në Tiranë, komisariatin numër 3. Dhe aty pata një incident me një nga oficerët civil, pasi u kisha bërë një video nga qeveria e Tiranës, ku i tregova gishtin e mesit për ta përshëndetur, pikërisht sepse ndërtoi standardin që na thanë neve gjithë në fakt jo. Dhe unë i dash një përgjigje siç e meritoi. Ta bëj këtë video nga qeveria numër 120 që i thash unë. Ishte një surprizë e bukur për të treguar që që shfrytësohemi nga zona policore dhe po përkundërzi në tallën e Ramën edhe nga qeveria. Se një njerëz të mirë më shumë në qeveri se sa është deputetët e tij që ishin fshehur në parlament si minjë dhe zinin dot. Altin, ju keni përmend diçka që do të ndodhë me datën të korrekt, pse nuk ndodhi asgjë? Po sepse 2 javë gjysmë përpara që ne bëra deklaratë, ne ishim duke mbyllu numrat dhe duke shkuar drejt maksimitetit maksimal. Po ndërkohë nga ai moment dhe deri në datën e korrekt, pati shumë skenar, sabotazhi, ndërhyrje, rënje protestës,
Dhe mbi të gjitha një filozofi e protestës që më shpjeguar nga organizatorët dhe detyrova ta pranoj, që thanë që ne kemi nevojë që ta shmontojmë Ramën pak nga pak, edhe me ndihmën e ndërkombëtarëve, edhe me ndihmën tonë, edhe me faktin që aty të vijë çdo ditë nga Tjegu, nga Itra, kjo botinë për shembull, botinë e pushtetit e Tiranës, dhe thelbi i kërkesave të organizatorëve që ata që organizojnë protestë, ishte që ne po shkojmë drejt një aksionit me një rëshë, por një aksionit më të gadalës, për dalë Ramës. Dhe ndërkohë që nuk jam pjesë e grupit punës, kam qenë detyruar të pranoj këto rregulla, por mbi të gjitha faktin që duhet të kujtoj që kam denoncuar vazhdimisht gjatë javëve të gjykatës, faktin që kjo protestë sabotuar me rrugë mjetësh, ose dekurajuar pjesëmarrje, siç ka qenë Nisa Prolinjas, siç ka qenë përplasja me diasporën, siç kanë qenë shumë skenarë, shumë historik, që kur ne dëshëm që ndrojmë 24 orë, që morën protestuesit ditën e diasporës, para 2 javëve dhe shpërndan që kanë dhej, vetëm vetë që mos rinin aty. Sepse ka 2 rryma, siç e kam thënë që Gati sa surrahen me diasporën. Po, e kam sonte të ftuar, po, Altin, e kam të ftuar sonte Zoçi Islamin, që e ke kolegë, po besoj. Përshëndetje Altin. Edhe Musa Smollin që ka qenë këtu më herët edhe është përkrasi protestës. Besoj dhe respektoj dhe përshëndes në. Po, e ka një pyetje Zaça, ki diçka me pyet Altinin? Jo, Altini foli dhe i tha gjërat saktë, po dhe Altini dhe unë nuk e dim kush janë organizatorët e protestës dhe çfarë programi kanë, kush i frenoi, kush i bllokoi, kush i sfumoi këtë protestë që filloi aq mirë sa nuk ishte ku shkonte më. Dhe nuk e di nëse e ka marrë vesh Altini, unë isha në protestë dhe ky Gent Progni me një 6 veta të tjerë erdhën dhe më larguan nga rrethi ku ishin vendosur njerëzit që flisin